Surja e Zuhruf, Mekase, 89 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Hamim. Ha, mim. Wal kitabil mubin. Betohem në librin e qartë. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Në të vërtet, ne e kemi shpallur Kur'anin në gjuhën arabe për ta kuptuar ju. Wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyyun hakim. E ai është te ne në librin kryesor, Leuhi Mahfudh, i lartësuar dhe plot urtësi. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. Ata tërheqim për kujtimin Kur'anin prej jush, nga që jeni popull i shfrenuar? وكم أرسلنا من نبي في الأولين. Sa profetu dërguam ne breznive të mëparshme. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. Por sa herë që u vinte atyre ndonjë profet, ata talleshin me të. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Prandaj ne i shkatëruam ata, edhe pse ishin më të fuqishëm se këta, paganët e Mekës. Kështu pra është shembulli i popujve të lashtë. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Nëse ti i pyet ata, kush i ka krijuar qiejt dhe tokën? Ata, me siguri, do të thonë, ato i ka krijuar i plot fuqishmi dhe i gjithdijshmi. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Ai që ju a ka bërë tokën djep dhe ka krijuar për ju rrugë në të që të arrini atje ku synoni. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. Ai që prej qiellit zbret ujë me mas e nëpërmjet tij ngjall tokën e vdekur, kështu do të ngriheni dhe ju prej varreve. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. Ai që ka krijuar çifte për çdo lloj krijese, që ka bërë anije e kafsh, që ti shaloni, لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. e të mbaheni fort mbi to, e pastaj ti kujtoni dhuntit e Zotit tuaj dhe të thoni, qoftë lavdëruar ai që i nënshtroi këto për ne, se vetë ne këto nuk mund t'i kishim nën pushtet. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dhe ne, me siguri, do të kthehemi te Zoti ynë.
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. Ata I kanë quajtur si pjesë të tij disa prej robërve të tij. Me të vërtet njeriu është mohues I hapët. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. Vallë, prej krijesave të veta, ai të zgjedh vajza e juve t'ju dhuroj djem? وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Kur ndonjërit nga ata merr lajmin e mirë për lindjen e asaj që ja veshin të gjithëmshirshmit si pjesë e tij, atij I nxihet fytyra dhe pikëllohet. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Vallë, a është ajo që rritet në stoli dhe e pafuqishme për të kundërshtuar diçka që mund t'i vishet Allahut si pjesë e tij? وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Engjëj, të cilët janë robërit e të gjithëmshirshmit, ata I bëjnë për femra. A mos vallë ata kanë qenë të pranishëm gjatë krijimit të tyre? Dëshmia e tyre do të shënohet dhe ata do të përgjigjen për atë shpifje. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Dhe ata thonë, sikur të kishte dashur I gjithëmshirshmi, ne nuk do t'i kishim adhuruar ata. Ata nuk din asgjë për këtë. Ata vetëm gënjejnë. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. Vallë, a u kemi dhënë ne atyre libër para tij, Kuranit, të cilit ata janë përmbajtur? بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. Jo, por ata thonë, ne I kemi gjetur etërit tanë në këtë fe dhe ne po ndjekim gjurmët e tyre. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Po ashtu në çdo vend që ne kemi dërguar paralajmërues para teje, pasanikët e atij vendi thonin, ne I kemi gjetur etërit tanë në këtë fe dhe po ndjekim gjurmët e tyre. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Çdo I dërguar thoshte, po sikur unë
t'ju kem sjell një fe më të ndriçuar se ajo e të parëve tuaj. Ata thonin: Ne e mohojmë mesazhin me të cilën jeni dërguar. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Atëherë ne hakmerreshim kundër atyre, prandaj shiko si ka qenë përfundimi i fejmohuesve. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. Kujto kur Ibrahimi i tha të Atit dhe popullit të tij: Në të vërtetë, unë i urrej dhe s'kam të bëj fare me ato që adhuroni ju, إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. në vend të Atij që më ka krijuar dhe i cili do të më udhëzoj në rrugën e drejtë. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Ai e bëri këtë fjalë të përhershme te pasardhësit e tij, me qëllim që ata të kthehen vazhdimisht tek Allahu. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. Kurse unë i lash të kënaqen këta dhe etrit e tyre, derisa u erdhi e vërteta, Kurani dhe i dërguari që u a bëri të qarta. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. Por, kur u erdhi e vërteta, ata thanë: Kjo është magji dhe ne sigurisht që këtë nuk e besojmë. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Sikur ti kishte zbritur ky Kur'an ndonjë njeriu të madh prej njërit nga këto dy qytete. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Val, a mos janë ata që e ndajnë mëshirën e Zotit tënd? Jemi ne ata që u andajmë njerëzve mjetet e jetesës në këtë botë, duke i ngritur në shkallë disa më lart mbi të tjerët, me qëllim që disa t'u shërbejnë të tjerëve. Mëshira e Zotit tënd është më e mirë nga ajo që grumbullojnë ata. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Dhe si kur njerëzit të mos ishin një bashkësi mohuesish, ne do t'i bënim prej argjendi çatit e shtëpive të atyre që nuk besojnë në të gjithë mëshirshmin, madje edhe shkallët në për të cilat ngjiten. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. Edhe dyert e shtëpive të tyre, edhe divanet në të cilat mbështeten, وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. dhe do t'u jepnim stoli prej ari. Por të gjitha këto janë vetëm kënaqësi të kësaj jete, kurse jeta tjetër te Zoti yt
është për punë drejtë të qëruhen nga gjunahet dhe nga dënimi i Allahut. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Ati që shmanget nga këshilla e të gjithë mëshirshmit, Kurani, ne do t'ja caktojmë një djallë që do t'i bëhet shok i pandashëm. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Në të vërtet, djajt i shmangin jo besimtarët nga rruga e drejt, ndonse ata mendojnë se janë të udhëzuar drejt. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Dhe kur të vinte ne, jo besimtari, do t'i thot djallit që e kishte shok, asi kur të kishte qenë largësia midis meje dhe teje, sa ajo mes lindjes e perëndimit, sa shoki keq pas ke qenë ti. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Atyre do t'u thuhet, nuk do t'ju bëj dobi pendimi juve sot, sepse ju u larguat nga e vërteta dhe humbët. Me të vërtet, ju jeni pjesëtar në dënim. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. Val, a mos ti do të bësh të dëgjoj i shurdhëri dhe të udhëzosh të verbrin dhe atë që është në humbje të qartë? فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. Edhe si kur të marrim ty, ne me siguri do të hakmerremi ndaj tyre në jetën tjetër. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. Ose do të tregojmë atë çka u kemi premtuar atyre. Ne jemi vërtet të plot fuqishëm mbi ta. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Andaj, përmbaju fort asaj që të është shpallur ty, sepse ti në të vërtet je në rrugën e drejtë. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. Pa dyshim që Kurani është për kujtesë për ty dhe popullin tënd. E ju do të pyeteni. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. Pyeti të dërguarit tanë që i kemi nisur para teje, a mos kemi urdhëruar ne që të adhurohen zota të tjerë përveç të gjithëmëshirshmit? ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. Ne dërgua Musajn me shenjat tona te faraoni dhe paria e tij, dhe ai tha: Unë jam i dërguar i Zotit të botëve. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. Kur ai u solli atyre shenjat tona, ata filluan t'i përqeshin ato.
وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. Çdo shenjë që ne u tregonim atyre ishte më e madhe se ajo para saj. Prandaj ne i dënonim ata me ndëshkim që të ktheheshin në rrugën e drejtë. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. Ata i thoshin Musait: O magjistar, lut ju Zotit tënd për ne, ashtu sipas beslidhjes tënde me atë, sepse ne do të kthehemi në rrugë të drejtë. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. Por, sa po u alargonim dënimin, ata e shkelnin premtimin. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. Dhe faraoni i thërriste popullit e vet: O populli im, vallë, a nuk më përket mua sundimi i Egjiptit dhe i këtyre lumenjve që rrjedhin pranë meje? A nuk shihni? أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. Vallë, a nuk jam unë më i mirë se ky i mjerë, i cili mezi mund të shprehet? فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. Përse nuk i janë dhënë atij byzylyk ari? Përse nuk kanë ardhur bashkë me të engjëjt? فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Kështu, ai e mashtroi popullin e vet. Ata ju nënshtruan atij sepse ishin vërtet një popull i pabindur. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. E kur na zëmruan, ne u hakmorëm ndaj tyre dhe i fundosëm të gjithë. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Ne i bëm ata shembull dhe mësim për popujt e mëvonshëm. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. Kur u soll si shembull i biri Merjemes, Isai alayhis salam, populli yt o Muhammed me njëherë nisi të qesh. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. Duke thënë: A janë më të mirë idhujtan apo ai? Ata ta paraqesin këtë shembull vetëm për shkak se duan të hahen, sepse janë popull grindavec. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Isai ishte vetëm një rob të cilit ne i dhuruam profeci dhe e bëm shembull për bijtë e Izraelit. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. Sikur të duam ne, do t'ju shkatëronim dhe në vendin tuaj do të bënim engjëj që do t'ju trashëgonin në tokë. Në të vërtet, Isai është shenjë e orës së Kiametit.
në ardhjen e të cilës mos dyshoni kurrë si. Pra ndiqmeni mua. Kjo është rruga e drejtë. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Le të mos ju shmang kurse si djalli. Ai është vërtet armiku juaj i hapët. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. E kur Isa i solli provat e qarta, tha: Ju kam sjell urtësinë, profecinë dhe do t'ju shpjegoj disa gjëra për të cilat nuk po pajtoheni. Andaj, friksojuni Allahut dhe bindmuni mua. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. Padyshim, Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj. Andaj adhuroni vetëm atë. Kjo është rruga e drejtë. Inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. E megjithatë, sektet e ndryshme patën kundërshtim midis tyre. Mirë ata që kanë bërë pa drejtësi për dënimin e ditës së dhëmshme. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. A mos presin ata diçka tjetër përveç orës së Kiametit që do t'u vijë pa pritmas e pa e ndier fare? هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Atë ditë, miqt do të bëhen armiq të njëri tjetrit, përveç të drejtëve që e kanë pasur frikë Allahun. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Allahu do të thotë: O robërit e mi, për ju sot nuk ka frikë dhe as që do të pikëlloheni. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Ju që keni besuar shpalljet tona dhe keni qenë musliman. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Hyni në xhenet të gëzuar, ju dhe bashkëshorët e tuaja. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Ku do t'ju shërbehet me pjata dhe gota prej ari. Aty do të ketë çfarë t'ju dojë shpirti dhe gjithçka që ta kënaq syrin dhe atje do të qëndroni për gjithmonë. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Ja, ky është xheneti që ju është dhënë në trashëgim për atë që keni bërë. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Aty do të keni fruta të shumëllojshme, prej të cilave do të hani.
Innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun. Sa për punë mbrapshtët, padyshim që ata do të qëndrojnë përherë në dënimin e xhehenemit. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Ai dënim nuk do t'u lehtësohet atyre e kur farë shprese për shpëtim nuk do të kenë. Wa ma zalamnahum walakin kanu humudh zalimin. Ne atyre nuk u bëm pa drejtësi, por ata vet i bën keq vetvetes. Wa nadaw ya malik liyaqdi alayna rabbuk. Qala innakum makithun. Ata do të thërrasin: O Malik, më mirë le të na vdes Zoti yt. Ndërsa ai do të thotë: ju do të qëndroni përherë aty. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktharakum lil haqqi karihun. Tashmë ne ju kemi sjellë të vërtetën, por shumica prej jush e urren të vërtetën. Am abramu amran fa inna mubrimun. Nëse ata kurdisin kurthe, edhe ne do t'u ngrem kurthe. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Val, a mos kujtojnë ata se ne nuk i dëgjojmë fjalët e tyre tinzare dhe bisedat e tyre të fshehta? Pa dyshim, ne dëgjojmë, ndërsa të dërguarit tan, engjëj që janë pranë tyre, shënojnë. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Thua ju, o Muhammed, sikur i gjithëmëshirshmi të kishte birë, unë do të isha i pari që do ta adhuroja atë. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun. Qoftë i lartësuar Zoti i qijeve dhe i tokës, Zoti i fronit nga ajo çfarë i veshin atij. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Lëri ata të flasin marrëzi dhe le të argëtohen derisa të takojnë ditën që u është premtuar. Wa huwa alladhi fi as-samaa'i ilahun wa fil ardi ilah wa huwa al-hakimul alim. Ai është i vetmi Zot i vërtet në qiell dhe i vetmi Zot i vërtet në tokë. Ai është i urtë dhe i gjithdijshëm. Wa tabaraka alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi wa ma baynahuma wa 'indahu 'ilmu as-sa'ah wa 'indahu 'ilmu as-sa'ati wa ilayhi turja'un. Qoftë i lartësuar në lavdi ai, të cilit i përket pushteti i qijeve dhe i tokës dhe gjithçka që gjendet mes tyre. Vetëm ai ka dijeni mbi orën e kiametit dhe tek ai do të ktheheni. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Ata që u adhuruan në vend të Allahut nuk do të mund të ndërmjetësojnë për askënd, përveç atyre që dëshmuan për të vërtetën dhe e din mirë se s'ka Zot tjetër të vërtet veç Allahut.
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. Nëse i pyet ata se kush i ka krijuar, me siguri që ata do të thonë Allahu. Atëherë, përse largohen prej tij? وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. I dërguari thot: O Zoti im, ky është një popull që nuk beson. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Largohu prej tyre, o Muhammed, dhe thuaju: Paqe, ata së shpejti do ta marrin vesh.